Data 21 prill. Levitiku, kapitulli 25. Dhe Zoti I foli Mojsiut në malin Sinai duke I thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur do të hyni në vendin që unë po ju jap, toka do të respektojë një shabat pushimi për Zotin. 6 vjet me radhë do të mbjellësh arën tënde. 6 vjet me radhë do të krasitësh vreshtin tënd dhe do të mbledhësh prodhimet. Por viti I 7 do të jetë një shabat pushimi për tokën, një shabat për nder të Zotit. Nuk do të mbjellësh as arën tënde, as do të krasitësh vreshtin tënd. Nuk do të korrësh atë që rritet vetvetiu në prodhimin tënd dhe nuk do të vjelësh rrushin e vreshtit të pakrasitur. Do të jetë një vit pushimi për tokën. Ajo që toka do të prodhojë gjatë shabatit të saj, do të shërbejë si ushqim për ty, për shërbëtorin ose shërbëtoren, për punëtorin tënd dhe për të huajin, me një fjalë për ata që banojnë me ty, për bagtin tënde dhe kafshët që ndodhen në vendin tënd. Tërë prodhimi I saj do të shërbejë si ushqim I tyre. Gjithashtu, do të llogaritësh për vete 7 shabate vitesh, 7 herë 7 vjet. Këto 7 javë vitesh do të bëjnë për ty një periudhë prej 49 vjetësh. Ditën e 10 të muajit të 7 do t'i biesh buris. Ditën e shlyerjes do të bëni që të bjerë buria në të gjithë vendin. Dhe do të shenjtëroni vitin e 50 dhe do shpallni në vend lirin për të gjithë banorët e tij. Do të jetë për ju një jubile. Secili për jush do të kthehet në pronën e vet dhe secili për jush do të kthehet në familjen e vet. Viti 50 do të jetë për ju një jubile. Nuk do të mbillni dhe nuk do të korrni atë që rritet vetiu dhe nuk do të vilni vreshtat e pakrasitur, sepse është jubileu. Ai do të jetë I shenjtë për ju. Do të hani prodhimet që ju japin arat. Në këtë vit të jubileut, secili do të kthehet në pronën e vet. Në rast se I shisni diçka fqinjit tuaj ose blini diçka nga fqinji juaj, nuk do t'i bëni asnjë të padrejtë njëri tjetrit. Do të blesh nga fqinji yt në bazë të numrit të viteve që kanë kaluar mbas jubileut dhe ai do të shes në bazë të numrit të viteve të korrjes. Sa më tepër vite mbeten, aq më tepër do ta ngresh çmimin. Sa më pak vite mbeten, aq më shumë do ta ulësh çmimin, sepse ai të shet në bazë të numrit të korrjeve. Asnjë nga ju të mos dëmtoj fqinjin e tij, por të keni frikë nga Perëndia juaj, sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. Ju do të vini në zbatim statutet e mia, do të respektoni dekretet e mia dhe do t'i zbatoni. Kështu do të banoni të sigurt në vendin tuaj. Toka do të prodhoj frytet e saj dhe ju do t'i hani sa të ngopeni dhe do të banoni të sigurt në të. Por në rast se thoni, çfarë do të ham vitin e 7, po nuk mbollëm dhe nuk korrëm prodhimet tona. Unë kam urdhëruar që bekimi im të vijë mbi ju vitin e 6 dhe ai do t'ju jap një korrje që do t'ju mjaftojë për 3 vjet. Kështu vitin e 8 do të mbillni dhe do të hani nga korrja e vjetër deri në vitin e 9. Do të hani nga korrja e vjetër derisa të vijë e reja. Tokat nuk do të shiten përgjithënjë, sepse toka është e imja, sepse ju jeni të huaj dhe qeramarrës tek unë. Prandaj, në të gjithë vendin që keni pronë, do të jepni të drejtën e shpengimit të tokës. Në qoftë se yt vëlla bëhet I varfër dhe shet një pjesë të pronës së tij, ai që ka të drejtën e shpengimit, I afërt I tij, më I ngushtë, do të vijë dhe do të shpengojë atë që vëllai I tij ka shitur. Dhe në qoftë se dikush nuk ka njeri që të mund ta shpengojë pronën e tij, por arrin të gjejë vet shumë nevojshme për shpengimin, do të numërojë vitet që kaluan dhe do t'i jap blerësit shumën e viteve që mbeten ende dhe do të rifitoj kështu pronën e tij. Por në qoftë se nuk është në gjendje ta shpengojë pronën e tij, ajo që ka shitur do të mbetet në dorë të blerësit deri në vitin e jubileut. Atë vit do të shpengohet dhe do të kthehet në zotërim të tij. Në rast se dikush shet një shtëpi në një qytet të rrethuar me mure, ai ka të drejtë ta shpengojë gjatë një viti të tërë mbas shitjes së saj. E drejta e shpengimit zgjat një vit të tërë. Por në qoftë se shtëpia që ndodhet në qytetin e rrethuar me mure nuk është shpenguar para se të ketë kaluar një vit I tërë, ajo do të mbetet përgjithënjë pronë e blerësit dhe e trashëgimtarëve të tij, nuk do të shpengohet me rastin e jubileut. Shtëpitë e fshatrave të parrethuara me mure do të konsiderohen përkundrazi si tokë bujqësore, mund të shpengohen dhe me rastin e jubileut do të jenë të shpenguara. Për sa u përket qyteteve të levitëve, levitët do të mund të shpengojnë gjithnjë shtëpitë e qyteteve që ishin pronë e tyre. Në rast se pastaj dikush blen një shtëpi nga levitët, shtëpia e shitur në qytet që është pronë e tyre do të shpengohet vitin e jubileut, sepse shtëpitë e qyteteve të levitëve janë pronë e tyre në mes të bijve të Izraelit. Por tokat e kullotës së qyteteve të tyre nuk mund të shiten,
sepse janë pronë e përjetshme e tyre. Në rast se vëllai yt varfërohet dhe ndodhet ngushtë në mes tuaj, ti do ta përkrahësh si të huaj dhe si mik që të mund të jetoj pranë teje. Mos nxjerr nga ai asnjë përfitim ose dobi, por ki frikë nga Perëndia yt dhe vëllai yt do të jetojë pranë teje. Nuk do t'i japësh hua aparatet tua me kamat, as do t'i japësh ushqimet e tua për të nxjerrë ndonjë përfitim. Unë jam Zoti, Perëndia juaj që ju nxori nga vendi i Egjiptit, që ju jap vendin e Kanaanit dhe që të jem Perëndia juaj. Në rast se vëllai yt që jeton pranë teje bëhet i varfër dhe shitet e ti, nuk do ta detyrosh të të shërbej si sklav, por do të rri pranë teje si argat dhe si mik. Do të shërbej deri në vitin e jubileut. Atëherë do të largohet prej teje ai dhe bijtë e tij dhe do të kthehet në familjen e tij. Kështu do të rifitoj pronën e etërve të tij, sepse ata janë shërbëtorët e mi, që unë i kam nxjerrë nga vendi i Egjiptit. Nuk duhet pra të shiten si shiten sklevrit. Nuk do ta sundosh me ashpërsi për të kesh frikë Perëndin tënd. Sa për sklavin dhe sklavën që mund të kesh, do t'i marrësh nga kombet që ju rrethojnë. Prej tyre do të blini sklavin dhe sklavën. Mund të blini gjithashtu sklevër ndër bijtë të huajve që jetojnë midis jush dhe midis familjeve të tyre që gjenden midis jush dhe që kanë lindur në vendin tuaj. Ata do të jenë prona juaj. Dhe mund t'u alini si trashëgim bijve tuaj pas jush, si pronë e tyre. Mund t'i shfrytëzoni si sklevër për gjithnjë. Por sa për vëllezërit tuaj, bijtë e Izraelit, askush nuk do të sundojë mbi tjetrin me ashpërsi. Në rast se një i huaj që jeton pranë teje pasurohet dhe vëllai yt që jeton pranë tij varfërohet dhe i shitet të huajt ose miku që ndodhet pranë teje ose dikujt nga familja e huajt, pas shitjes së tij mund të shpengohet përsëri. Mund ta shpengojë një nga vëllezërit e tij. Mund ta shpengojë ungji i tij ose i biri i ungjit të tij. Mund të shpengohet nga një i afërt i po atij gjaku, ose po të ketë mjetet, mund të shpengohet vetë. Do të bëjë llogarinë me blerësin e tij qysh prej vitit që ju shit atij deri në vitin e jubileut, dhe çmimi që do të paguhet do të llogaritet në bazë të numrit të viteve, duke i vlerësuar ditët e tij si ato të një argati. Në qoftë se mbeten ende shumë vjet, do të paguaj shpengimin e tij në bazë të numrit të tyre dhe çmimit me të cilin që bler. Po të jetë se mbeten vetëm pak vite për të arritur në jubile, do ta bëj llogarinë me blerësin e tij dhe do ta paguaj çmimin e shpengimit të tij në bazë të pak viteve që kanë mbetur. Si argat, le të mbetet bashkë me të Zotin një vit pas tjetrit, por ky nuk do ta trajtojë me ashpërsi përpara syve të tu. Dhe po nuk u shpengua me asnjë nga këto mënyra, do të lihet i lirë në vitin e jubileut, ai dhe bijtë e tij, sepse bijtë e Izraelit janë shërbëtorët e mi, janë shërbëtorët mi që i nxora nga vendi i Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Psalmi 32. Luma ai të cilit i kanë falur shkeljen, ai të cilit i kanë mbuluar mëkatin. Luma i njeri të cilin Zoti nuk e pa ditë për paullësi dhe në frymën e të cilit nuk ka vend mashtrimi. Ndërsa po heshtja, kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tër ditën, sepse ditën atë dora jote rëndonte mbi mua. Fuqia ime i përngjante thatësisë së verës. Para teje pranova mëkatin tim, nuk e fsheha paullësinë time. Thash, do t'ja rrëfej shkeljet e mia Zotit, dhe ti e ke falur paullësinë e mëkatit tim. Prandaj, çdo njeri i përshpirtshëm do të thërras në kohën që mund të gjendesh. Edhe sikur ujërat e mëdha të vërshojnë, ato nuk do të arrijnë deri tek ai. Ti je vendi im i strehimit. Ti do të më ruash nga fatkeqësia. Ti do të më rrethosh me këngë çlirimi. Unë do të ta edukoj dhe do të të mësoj rrugën nëpër të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do ta mbaj syrin tim mbi ty. Mos u bëni si kali dhe si mushka që nuk kanë mend, goja të cilëve duhet të mbahet me fre dhe me kapistër, përndryshe nuk të afrohen. Të shumta janë dhëmbjet e të pabesit, por ai që ka besim te Zoti do të rrethohet nga mirësia e tij. Gëzohuni te Zoti dhe ngazëlloni, o njerëz të drejtë. Lëshoni brit me gëzimi, ju të gjithë, o njerëz me zemër të drejtë. Predikuesit, kapitulli 8. Kush është si urti? Kush e njeh interpretimin e sendeve? Dituria e njeriu bën që të shkëlqejë fytyra e tij dhe ndryshon ashpërsinë e fytyrës së tij. Unë të jap një këshill. Respekto urdhrin e mbretit për shkak të betimit të bërë Perëndis. Mos u nxito të largohesh nga prania e tij dhe mos ngul këmbë në një gjë të keqe, sepse ai bën të gjitha gjërat që i pëlqejnë. Në fakt fjala e mbretit është e fuqishme dhe kush mund t'i thotë çfarë po bën? Kush respekton urdhrin e tij
nuk do të pësojë asnjë të keqe. Zemra e njeriu të urtë di në fakt të dallojë kohën dhe gjykimin, sepse për çdo gjë ka një kohë dhe një gjykim, dhe ligësia e njeriu rëndon shumë mbi të. Sepse ai nuk e di çfarë ka për të ndodhur. Kush në fakt do t'i tregojë si do të vënë gjërat? Nuk ka njeri që të ketë pushtet mbi frymën për ta përmbajtur, apo të ketë pushtet mbi ditën e vdekjes. Nuk ka leje në betejë, dhe padrejtësia nuk mund të shpëtojë ato që e kryen. E pash tërë këtë gjë dhe vura mend për të gjitha gjërat që bëhen në ndjell. Ka një kohë kur një njeri sundon mbi një tjetër për ta dëmtuar. Pastaj pash të pabese që u varrosën, të cilët kishin hyrë dhe kishin dalë nga vendi i shenjtë. Edhe ata ishin harruar në qytetin ku kishin bërë këto gjëra. Edhe kjo është kotësi. Sepse vendimi kundër një veprimi të keq nuk zbatohet menjëherë. Zemra e bijve të njerëzve është e mbushur nga dëshira për të bërë të keqen. Edhe në qoftë se mëkatari bën 100 herë të keqen dhe i zgjat ditët e tij, megjithatë unë e di që do të kenë të mirën ata që kanë frikë nga Perëndia, që kanë frikë para tij. Por nuk ka të mirë për të pabesin, dhe nuk ka për t'i zgjatur ditët e tij si hija, sepse nuk ka frikë përpara Perëndisë. Është një kotësi që ndodh mbi tokë. Ka njerëz të drejtë që trajtohen ashtu sikur i përket veprës të pabesëve, dhe ka të pabesë që trajtohen sikur i përket veprës së të drejtëve. Kam thënë që edhe kjo është kotësi. Kështu lëvdova haren, sepse nuk ka gjë më të mirë për njeriu në ndjell se të hajë, të pijë dhe të jetë i gëzuar, sepse kjo i mbetet në mundin e tij gjatë ditëve të jetës që Perëndia i ka dhënë në ndjell. Kur unë e vura zemrën time të njoh diturinë dhe të mendoj për pjekjet që bëhen mbi tokë, edhe kur dikush nuk i lë të pushojnë sytë e tij as ditën as natën, atëherë pash gjithë veprën e Perëndisë që njeriu nuk mund të arrijë të zbulojë të gjitha ato që bëhen në ndjell. Sepse edhe sikur njeriu të mundohet duke kërkuar, nuk arrin t'i zbulojë. Edhe sikur i urti të thotë që e di, nuk është në gjendje t'i zbulojë. 2 Timoteut, kapitulli 4. Unë po të përbej pra, përpara Perëndisë dhe Zotit Jezu Krisht, që ka përgjykuar të gjallët vdekur në dukjen e tij dhe në mbretërinë e tij. Prediko fjalën, ngul këmbë me kohë e pa kohë, bind dhe qorto, këshillo me çdo zemërgjerësi e mësim, sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do ta adhurojnë doktrinën e shëndosh, por sipas ëndjeve të veta, do të mbledhin grumull mësues për të gudulisur veshët dhe do t'i largojnë veshët nga e vërteta, e do t'i kthejnë drejt prallave. Por ti i kthjellët në çdo gjë. Hiq keq, kryej punën e ungjilltarit, përmbushë plotësisht shërbesën tënde. Sa për mua, po spërkatëm si ofertë pijeje dhe koha e nisjes sime arriti. Luftën e mirë luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. Pas kësaj më pret kurora e drejtësisë që Perëndia, gjykatësi i drejtë, do të ma jap atë ditë dhe jo vetëm mua, por dhe gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit e tij. Nxito të vi shpejt tek unë, sepse dema mla, sepse deshi këtë botë dhe iku në Thesaloniki, Kreshenci në Galati, Titi në Dalmaci. Me mua është vetëm Luka. Merre Markun dhe sille me vete, sepse e kam shumë të dobishëm për shërbes. Tikikun e dërgova në Efes. Kur të vish, sill mantelin që lash në Troad, pranë Karpit, dhe librat, sidomos pergamenat. Aleksandri, farktari, më bëri shumë të këqija. Zoti ja shpagoft sipas veprave të tij. Ruaju edhe ti prej tij, sepse kundërshtoi shumë fjalët tona. Në mbrojtjen time të parë në gjyq askush nuk më qëndroi pranë, por të gjithë më lanë. Kjo të mos ju llogaritet për faj. Por Zoti më qëndroi pranë dhe më dha fuqi, që me anën time shpallja ungjillit të kryej plotësisht me ta dëgjonin të gjithë paganët. Dhe unë shpëtova nga goja e luanit. Edhe Zoti do të më çlirojë nga çdo vepër e ligë dhe do të më shpëtojë për mbretërinë e tij qiellore. Lavdia atij në jetë jetëve. Amen. Të fala Prishiles dhe Akuiles dhe shtëpisë Onesiforit. Erasti mbeti në Korint, por trofimin e lashtës së morë në Milet. Nxito të vish përpara dimrit. Të përshëndetin Eubuli, Pudenti, Lini, Klaudia dhe të gjithë vëllezërit. Zoti Jezu Krisht qof me frymën tënde. Hiri qof me ju. Amen.